Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po takohemi tani sërish së bashku me mua Tiron Alilin për të ndarë historinë e radhës. Përshëndetje të gjithëve që po më dëgjoni. Unë jam një nën, një grua, një motër, një bi. Por më shumë se kaq, jam një shpirt që ka kaluar në përfer. Dhe ende jam në këmbë. Sepse besova se një ditë Zoti do të më ndihmonte të dilja nga errësira. Sot po ndaj me ju historinë time, jo për mëshirë, por për çdo grua që po vuan në heshtje, që të kuptoj se nuk është e vetme. Isha vetëm 10 vjeç, kur jeta mu kthye për herë të parë. Gjyshja ime, që më riste me aq shumë dashuri, pësoi një paralizë. E shihja të sëmur, por ajo prap kishte në sy dashurin për mua. Ajo ishte gjithçka për mua. Kur u da nga jeta, një pjesë e shpirtit tim iku bashkë me të. Prindërit e mi nuk e kuptonin dot lidhjen tonë të fortë dhe mendonin se unë nuk i doja ata. Por e vërteta ishte krejtësisht ndryshe. Unë e doja gjyshen si një nën të dytë, si dikë që më mbante në jetë. Pas 16 muajsh nga vdekja e saj, ndodhi diçka që më ndryshoi jetën përgjithmonë. Mamaja ime, duke ndihmuar një komshie në lagje, ranë një bisedë për një fejesë. Komshia foli për mua dhe aty doli një djalë që jetonte në Itali, 28 vjeç. Plot 13 vite më i madh se unë. Unë isha vetëm 15 vjeç. Ai më pa një herë dhe më tha para të gjithëve: "Kjo do të jetë e imja. Mos e fejoni me një njeri tjetër." Pa më pyetur, pa më parë në sy, pa e ditur fare se kush isha dhe çfarë unë doja. Një vajzë që se njihte fare, që nuk kishte hapur ende krahët për të fluturuar në jetë, ai e ktheu në pronën të tij. Komshia gënjeu. Prindërit më detyruan dhe unë u fejova me një të huaj. Më këput shpirti më keq se kur vdiq gjyshja ime. Të nesërmen ai ku për në Itali dhe unë rash në një vorbull ku gjithçka më dukej një errësirë. Shkova në shtëpinë e tij. Jetova aty për 2 javë me gjithë vëllezërit, kunatat, nipërit edhe mbesat. Një shtëpi që nuk e njihja, një ambient që më mbyti. Në kori ku fejova, në maj ai erdhi nga Italia, qëndroi një javë dhe u vendos që të martoheshim. Nuk më pyeti askush, martesa ishte vendosur nga të tjerët. Në shtëpinë e burrit tim, gjithçka rrotullohej dhe rreth vjerës. Ajo ma tha qartë: "Nëse nuk mbetesh shtatzën, të kthej aty ku ke ardhur. Dua të shtoj familjen." Dhe kështu ndodhi. Në dhjetor mbeta shtatzën. Në vend që të më gëzonte kjo, ndihesha si e lidhur në zinxhir. Në vend të përkujdesjes, më kërkoi shërbimi. Një ditë kur duhej të shkoja për analiza, u detyrova të qëndroja në shtëpi për të shërbyer. Isha 7 muajsh shtatzën. Shkuam në spital për të parë gjinin, sepse familja e burrit kërkonte djalë. Por Zoti më dha një vajzë. U mërzitën. Nuk e fshehan dot. Më shikuan si një humbje madhe, si një humbes. Mbeta sërish shtatzën, edhe lindi edhe një vajzë tjetër. Zemra ime ishte plot dashuri për to, por ata jo. Buri ishte në Itali, dhe në lindje qëndroi vetëm 2 javë. U zhduk. Në sytë e fëmijëve ai ishte veç një emër. Ishte kunati ai që ata e thrisnin bab,
e tmerrshme të thuhet, por është shumë e vërtetë. Familja e tij më ndalonte të përshëndesja edhe njerëzit në lagje. Buri im pinte, luante bixhos, abuzonte, ishte i dhunshëm. Kur lindi djali, i treti, u fut në inkubator. Ishte në rrezik për jetën. Askush nuk erdhi të më ndihmonte. Unë isha si një skllave, ata ishin shumë, por unë vetëm një. Dhe në atë shumë nuk kishte asnjë që kishte zemër. Shtëpia ishte e mbushur me njerëz. Prandaj ndërtuam një shtëpi tjetër. Vjera vendosi që një nga djemtë e saj të kujdesej për prindërit e saj. Dhe na kthyen te prindërit e mi, aty ku kishim pak tokë. Unë dhe burim jetuam atje. Mendoja se ndoshta do e gjeja pak paqe, por jo. Vajza ime e madhe bëri 7 vjeç. Një ditë u kthye në shtëpi duke qarë, syti ishin nxirr, lotonte, nuk shihte mirë. Në zonën ku unë jetoja veri nuk kishte okulist. Mjekët më thanë të shkonim në Maqedoni ose në Tiranë. Vjeri dhe vjera më thoshin të mos bëja dram, por unë e dija që diçka nuk shkonte. Vajza u përkeqësua, e quam në Tiranë. Ishte shumë vonë. Infeksioni kishte përparuar. Mjekët thanë se shikimi nuk do të kthehej më dhe jeta e saj rrezikohej. Isha e shkatruar. Vjeri nuk donte t'ja dinte. Tha nuk kam më furgona për t'i ikur në zonën tonë. Ai vinte shpesh i pirë, i dhunshëm. Jetoni me frikë, me prindërit, me vuajtje. Unë dhe motra ime ishim të martuara me 2 vëllezër. Sakrifikoja gjithçka për të ruajtur familjen, për të mos ia prishur jetën motrës, për të mos lënduar prindërit. Ende sot nuk jam e ndarë zyrtarisht, por zemra ime ka kohë që është ndarë. Kur nuk kishte një rrugë tjetër, vendosa të shkoja në Itali. Vajza ime atje mori një trajtim dhe Zoti e deshi që shikimi i saj t'i rikthehej. Çdo ditë më falenderon për këtë. Kjo është fitoria ime më e madhe. Në Itali nisa të punoj, por si gjithmonë buri vinte dhe më merrte çdo para. Ishte ende abuzues. Vendosa ta denoncoja në polici. Policia mori masa. E ndaluan të afrohej afër 600 metër nga unë. Por ai nuk e respektoi, vinte i pirë, bënte skena. Sot është në arrest dhe po qëndron edhe për 2 vite të tjera. Unë jam ende në këmbë, kam fëmijët e mi, zemrën time, shpresën për Zotin. Kjo është historia ime e hidhur, e vërtet, por e mbushur me forcë, sepse edhe unë jam nën dhe nëna kur dhimbja i ri mbi supe, gjen forcën të bëhet dritë për fëmijët e saj. Kam një mesazh në fund të kësaj historie për ta përmbyllur. Mos bëni gabime, ti martoni fëmijët 15 vjeç. Mos u ndikoni nga mentaliteti. Ore Zoti ka dhënë mend, Zoti ka dhënë shkollë. Le të mbaroj njëri shkollën, le të bëhen zotet e vetes dhe le ta gjejnë vetë dashurinë. Ajo që ju të kërkoni nga fëmia është jo ti martoni, por t'ju tregojnë se kush është ai çuni që shkon pas saj, që të interesoni, është një familje mirë, që nesër të mos i nxjihet jeta. Kjo është puna e prindit, jo të martoj fëmijën që në moshën 15 vjeç, se merrni qaf fëmijën dhe më pas jetën e saj e keni peng dhe në botën tjetër.